Shporta konsumatore muajit maj ka pësuar një rënje pothuajse të padukshme prej 54 denarësh. Kryeministri kritikon studentët që përdorën shumë flamuj shqiptar dhe nuk kënduan himnin Maqedonas. Maqedonia e Veriut merr më shumë para se Shqipëria dhe Malizi në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Kapen gjysmë milioni, që është shuma më e madhe e parave të gatshme në kufijtë e Maqedonisë së Veriut. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Shporta konsumatore e muajit maj ka pësuar një rënje pothuajse të padukshme prej 54 denarësh, krahasuar me muajin prill. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë thekson se pavarësisht uljes minimale mujore, kostoja e jetesës mbetet e lartë për shumicën e familjeve. Për të kaluar muaj një familje 4 anëtarësh i duhen 1.115 euro. Por nëse jetojnë me qira, i duhen edhe mjetet të tjera. Shpenzimet minimale për një familje 4 anëtarësh vazhdojnë të jenë të larta, madje edhe të papërballueshme. Ajo prej kohësh ka kaluar shifrën e mbi 1.000 euroshit. Shporta konsumatore e muajit maj është 68.743 denar, e cila ka pësuar një rënje pothuajse të padukshme prej 54 denarësh, krahasuar me muajin prill kur ishte 68.797 denar. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë thekson se pavarësisht uljes minimale mujore, kostoja e jetesës mbetet e lartë për shumicën e familjeve. Struktura e shpenzimeve mujore për një familje përfshin pjesën më të madhe për ushqim dhe pije, 25.475 denar ose 37.1%. Më pas për banim, ujë, energji elektrike dhe ngrohje, 6.338 denar, si dhe për veshmbathje dhe këpucë, 6.334 denar. Lidhja thekson se shpenzimet të tjera përfshin transportin, komunikimet, rekreacionin dhe kulturën, arsimin, restorante dhe hotelet, si dhe kategoritë të tjera të shërbimeve dhe mallrave bazë. Në rastin e një qiraje për banesë për 60 metër katror, shporta sindikale minimale rritet drastikisht në 84.117 denar, ku vetëm shpenzimet për banim dhe shërbime komunale arrin në 21.713 denar. Shporta konsumatore vitet e fundit pëson rritje të vazhdueshme nga muaj në muaj, duke goditur drejt për drejt standardin jetësor të qytetarëve. Largimi i mundshëm i ambasadorit të Shqipërisë në Shkup, Denion Mejdani, ka qenë kryefjala e mediave sociale në 24 orët e fundit. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë përmes një njoftimi zyrtar ka sqaruar se lëvizjet diplomatike realizohen në përputhje me legjislacionin në fuqi, ndërsa komentet nuk e pasqyrojnë realitetin. Në media dhe rrjetet sociale po qarkullojnë informacione për largimin e ambasadorit të Shqipërisë në Shkup, Denion Mejdani. Të shumta ishin komente që kërkonin vazhdimin e angazhimit të tij në Maqedoninë e Veriut, duke nisur madje dhe peticione për ta kërkuar një gjë të tillë nga kryeministri Edi Rama, por kishte edhe një mas tjetër që u gëzua lajmit për shkarkimin e mundshëm të tij. Pas këtyre informacioneve në opinion reagoi Ministria e Jashtme e Shqipërisë, duke thënë se komentet nuk e përbëjnë realitetin. Në prononcimin e tyre theksoi se lëvizjet diplomatike për fshira tonë në nivelin e titullarit të përfaqësisë realizohen gjithmonë në përputhje me legjislacionin në fuqi, kuadrin e brendshëm rregullator për shërbimin e jashtëm, si dhe me praktikat e konsoliduara diplomatike. Komentet dhe pasqyrimet në media nuk pasqyrojnë realitetin, aq më pak procesin institucional që ndiqet në raste të tilla. Në mënyrë të veçantë, hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme. Një reagim për këtë çështje nuk ka pasur vetë ambasadori Mejdani. Prononcimi i tij fundit ka qenë kur reagoi për devijimin e rrugës së studentëve shqiptar që kishin ardhur nga Tirana për t'u bashkangjitur protestës së studentëve shqiptar në Shkup, të cilët të hënën kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në Shqip.
Ambasadori Mejdani gjatë qëndrimit në Shkup ka qenë aktiv dhe i zëshëm dhe nuk ka nguruar të reagoj për shumë zhvillime në vend, sidomos të atyre që kishin të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve në RMV. Disa herë është kritikuar se ka tejkaluar rolin e tij prej diplomati. Kryeministri Hristian Mickoski ka folur sot për protestën e studentëve shqiptar për të drejtën e mbajtjes së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai ka kritikuar faktin që janë përdorur flamuj shqiptar dhe nuk është kënduar himni maqedonës. Ndonë se e tha se nuk dëshiron të komentoj protestën e 18 maj të studentëve shqiptar, kryeministri Hristian Mickoski me parashtresën nuk bëri më shumë se komente, duke përmendur flamuj shqiptar që i mbani në duar protestuesit, mos këndimi i himnit maqedonas e deri tek përzierja e siç tha disa faktorëve të jashtëm. Ai madje tha se studentët e juridikut, të cilët luftojnë për drejtësi në këtë protestë e kanë shkelur ligjin. Nuk do të komentoj përfyerjet, kjo është me të vërtet çështja e edukimit familjar që arrihet në 7 vitet e para të jetës. Nuk do të komentoj as atë incident të dhunshëm që ka ndodhur, as nuk do të komentoj për ndërhyrjen e jashtme për çështje të brendshme të Maqedonisë nga disa faktorë të jashtëm. Do t'i lëm të gjitha si folklor, ajo për të cilën ne si qeveri po punojmë aktualisht është sigurimi i një zgjidhje të qëndrueshme nëpërmjet të së cilës ky dhe një numër problemesh të tjera që i kemi trashëguar nga e kaluara do të zgjidhen. Mickoski tha se e dënon sjelljen e partisë opozitare, siç përmendi Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse ata tha se kanë pasur mundësinë për 20 vjet të zgjidhin këtë çështje. Mickoski tha se zgjidhja ligjore do të dërgohet në Komisionin e Venedikut. Kujtojmë se një numër i madh studentësh të hënën më 18 maj në Shkup mbajtën protestën e dytë pas asaj të 6 prillit, me çka kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, por në këtë protestë ata gjithashtu kërkuan që gjuha shqipe të zbatohet në mënyrën e duhur në të gjitha institucionet. Në këtë protestë morën pjesë edhe studentë nga Shqipëria dhe Kosova, por e njëjta mori përkrahje edhe nga qytetarë të tjerë nga të gjitha trojtë shqipfolse. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit po heton dyshimet për spionazh dhe rrjedhje të sekreteve në kabinetin e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, por ende nuk ka marrë prova dhe informacione të plota nga MPB-ja. Hetimi ka nisur në dhjetor 2025 dhe përfshin kontroll të sistemeve kompjuterike, analizat të pajisjeve elektronike dhe sigurimin e inqizimeve të kamerave të sigurisë. Megjithatë, MPB-ja deri tani ka dorëzuar vetëm një pjesë të dhënave. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit prej 5 muajsh po zhvillon procedurë parahetimore për dyshime mbi një aferë spionazhi në kabinetin e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova në Vila Vodno. Hetimi u hap më 18 dhjetor 2025 pas një njoftimi nga sektori për krim kompjuterik në MPB, lidhur me aktivitete të dyshuara të paligjshme me interes të lartë shtetëror. Prokuroria ka kërkuar kontroll të sistemit kompjuterik në kabinetin presidencial, si dhe një analizë të dhënave nga kompjuterët dhe laptopët e dorëzuar në MPB. Në kuadër të hetimit janë kërkuar edhe inqizimet nga kamerat e sigurisë, por kabineti i presidentes ka njoftuar se nuk posedon kopje, pasi menaxhimi dhe ruajtja e tyre janë në kompetencat të MPB-s. Edhe pse institucionet përkatëse kanë sqaruar përgjegjësitë, MPB-ja ende nuk ka dorëzuar informacione për sigurimin e materialeve video. Në mars të vitit 2026, MPB-ja ka dërguar vetëm një pjesë të dhënave lidhur me qasjen në materialet e kriptuara, ndërsa prokuroria ka sekuestruar edhe 2 telefona mobil për analizë shtesë. Për shkak të seriozitetit të rastit, prokuroria ka kërkuar analizë të plotë të gjitha pajisjeve dhe të dhënave, por deri më tani nuk ka marrë rezultate apo raport zyrtar nga MPB-ja për veprimet e ndërmarra dhe provat e mbledhura. 65.7 milion euro është shuma që ka ndarë Komisioni Evropian për Maqedoninë e Veriut. Kjo shumë e ndarë në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, është shumë e lartë se sa shuma që ka pranuar Shqipëria dhe Malizi.
Maqedonia e Veriut do të përfitojë 65.7 milion euro nga Komisioni Evropian në bazë të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Si pasojë e kësaj, Maqedonia e Veriut ka përfituar më shumë mjete se Shqipëria, e cila në këtë rast ka përfituar 49 milion euro, e se Mali i Zi, i cili në këtë rast ka përfituar 44.2 milion euro. Transaksionet janë realizuar pas kërkesës së tretë për pagesë dhe vlerësimit pozitiv të Komisionit për zbatim të hapave reformues në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoni. Me këtë pagesë, shuma totale e shpërndarë në kuadër të këtij fondi arrin 142.1 milion euro për Maqedoninë, 212.8 milion euro për Shqipërinë dhe 89.3 milion euro për Malin e Zi. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, i miratuar në vitin 2023, synon të sjellë përfitimet e antarësimit vendeve partnere të rajonit edhe para aderimit të tyre në BE. Ai ka për qëllim integrimin e partnerëve në tregun unik të BE-s, përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal, thellimin e reformave të lidhura me BE-n dhe rritjen e financimit para antarësues. Kjo, nga ana tjetër, përshpejton procesin e zgjerimit edhe rritjen e ekonomive partnere. Komisioni Evropian i ndan fondet nga plani i rritjes individualisht për secilin shtet, vetëm pasi ai shtet të ketë përmbushur kushtet specifike nga agjenda reformuese, dokument në të cilin përcaktohen reformat konkrete që vendi është zotuar t'i zbatojë. Plani i rritjes përfaqëson paketën më ambicioze financiare të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Pakoja për periudhën 2024-2027 është në vlerë të 6 miliardë eurove. Fondet u ndahen vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme, ndryshe nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Mali i Zi, të cilat i përmbushin kushtet në këtë rast. Serbia dhe Bosnia-Hercegovina u lanë jashtë kësaj runde, pasi ende nuk i kanë përmbushur plotësisht hapat reformues që ishin parakusht për pagesën e këtyre mjeteve. 5 shtetet e Bashkimit Evropian kanë propozuar një model të ri për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, duke synuar një antarësim gradual dhe sektorial. Propozimi parashikon që Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia të përfshihen gradualisht në sektor kyç si energjia, transporti, tregu digjital dhe lëndët e para kritike. 5 vendet e Bashkimit Evropian, Austria, Republika Çeke, Italia, Slovakia dhe Slovenia kanë propozuar një model të ri për procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian, raporton Euroactiv. Sipas një dokumenti konfidencial të shpërndarë në Bruksel të premten e kaluar, këto shtete propozojnë një integrim gradual dhe sektorial për Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Qëllimi është që vendet kandidate të marrin më shumë përfitime nga tregu i BE-s para antarësimit të plot, si pjesëmarrja në sektorët e energjisë, transportit, tregu digjital dhe lëndëve të para kritike. Sipas dokumentit, kjo do të ndihmojë në forcimin e ndikimit evropian në rajon dhe në frenimin e influencës së Rusisë. Integrimi gradual duhet të promovohet në mënyrë aktive dhe sistematike, sapo një vend kandidat të dëshmojë se ka arritur një nivel të lartë përputhshmërie me BE-n në fushën përkatëse. Dokumenti propozon disa sektorë të rinj që mund të përfshihen, ndërto transporti, tregjit e energjisë dhe energjisë elektrike, tregu digjital i përbashkët, strategjitë e konkurrencës dhe politika për lëndët e para kritike. Ai përmend gjithashtu marrëveshjen mes Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-s për lëvizshmërinë të rinjeve si shembull i një lehtësie që mund të ofrohet edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Autorët e dokumentit i kërkuan komisioneres përgjithëse për zgjerim Marta Kos të zhvillojë ide të reja në këtë drejtim. Është konfiskuar shuma më e madhe e parave të gatshme në kufit e Maqedonisë së Veriut. Gjysmë milioni euro u konfiskua në pikën kufitare në Tabanos, në hyrjen të Maqedonisë së Veriut, dhe të njëjtat ishin fshehur në një bunker special të krijuar brenda një minibusi. Gjysmë milioni euro mjete të gatshme janë konfiskuar nga ana e sektorit për kontroll dhe hetime përmes departamentit për punë operative në dogana, siç njoftoi drejtori i doganave Boban Nikolovski. Mjetet u konfiskuan në pikën kufitare në Tabanoc, në hyrje të Maqedonisë së Veriut, dhe të njëjtat ishin fshehur në një bunker special të krijuar brenda një minibusi që rezulton të jetë në pronësi të një agjencie turistike nga Republika e Shqipërisë. Drejtori njoftoi se kjo është shuma më e madhe që është konfiskuar ndonjëherë nga doganat e vendit dhe se gjatë kontrolleve të kryera në minibus veç shoferit kishte edhe 7 pasagjerë të tjerë. I pyetur nga televizioni Shenja, Nikolovski tha se mjetet janë konfiskuar nga një aksion i rastësishëm dhe jo i koordinuar me ndonjë institucion ndërkombëtar ose rajonal, dhe se për të njëjtin aksion nuk ka pasur informacione paraprake.
Mobilni tim koji posedува огромно iskustvo. Ekipi mobili i përfshirë në aksion ka vërejtur modifikimet e bëra në automjet, me shka kanë kërkuar që i njëjti të kontrollohet nga qeni kufitar, i cili zbuloi indikacione për kontraband. Dyshimet u konfirmuan me skanimin e automjetit nga shërbimi i skanimit mobil, pas të cilës inspektorët vazhduan me heqjen e profilit, në të cilin gjetën 14 qese në të cilat ishin fshirur 500.000 euro. Nikolovski gjithashtu njoftoi se mjeti me të cilin po transportoheshin mjetet është konfiskuar dhe se drejtuesi i të njëjtit me nënshtetësi shqiptare është arrestuar. Zyrtarët që kanë zbuluar kontrabandën do të shpërblehen në përputhje me ligjin në fuqi, njoftoi drejtori. Tha se mjetet e konfiskuara do t'i dorëzohen Bankës Popullore dhe më pastaj do të futen në buxhetin shtetëror. Ida bila destinacija Krajina Makedonia. Edhe nëse ishte ose nuk ishte destinacioni final Maqedonia, këto mjete kanë përfunduar në buxhetin e mashinisë së Veriut, gjysmë milioni euro, kështu që këto janë rrugë të reja, spitale të reja, shkolla të reja, vendin ku janë fshehur mjetet nuk do ta zbulojmë se pastaj të tjerët nuk do të provojnë t'i fshejnë në vendin e njëjtë, mendoj se video flet mjaftueshëm për ata të cilët me vëmendje do ta ndjekin, ndoshta edhe më shumë se ajo që ne duhet të zbulojmë. Nikolovski shtoi se institucionet vendore janë në komunikim të vazhdueshëm me institucionet shqiptare për procedurën e mëtejme. Ai foli edhe për aksionet të tjera doganore të realizuara brenda këtyre ditëve, ku mes tjerash u kap edhe një shufër e pastër ari, e fshehur nga ana e një pasagjeri, e rënda afërsisht 850 gram. Drejtuesit e komunës së Gjorgje Petrovit kanë marrë pjesë në ceremoninë e hedhjes së kurthemelit për zgjerimin e shkollës qendrore në fshatin Volkov. Televizioni Shenja ka pyetur kryetarin e komunës së Gjorgje Petrovit, Aleksandar Stojkovski, se cilat janë projektet e reja për shkollën periferike në fshatin Nigishtan, e cila mban të njëjtin emër dhe që është fshati vetëm shqiptar në këtë komunë. Ai deklaroi se arsyeja pse deri tani nuk është ndërtuar një sallë e tillë lidhet me problemet pronësore. Kryetari i komunës së Gjorgje Petrovit, Aleksandar Stojkovski, i shoqëruar nga kryeministri Christian Miskoski, sot në shkollën fillore Joakim Krshovski në fshatin Volkov, kanë hedhur kurthemelin për fillimin e ndërtimit dhe zgjerimin e shkollës me 8 klasa të reja. Ndërkaq, i pyetur nga televizioni Shenja se cilët janë projektet e reja për shkollën periferike në fshatin Nigishtan, e cila mban të njëjtin emër dhe që është fshati vetëm shqiptar në këtë komunë, ndërsa ende nuk ka sallë sportive, kryetari i komunës Aleksandar Stojkovski tha se arsyeja pse deri më tani nuk është ndërtuar një sallë e tillë lidhet me problemet pronësore. Nuk ka sallë sporti sepse ka probleme me pronësinë, e cila për vite të shumta nuk është zgjidhur. Punojmë që fillimisht ta zgjidhim problemin e pronësisë, pasi ilegalisht nuk mundemi të ndërtojmë asnjë lloj ndërtimi. Konkretisht për fshatin Nigishtan para shumë pak kohësh janë përmirësuar dhe janë rritur kushtet për jetesë. Tash para shumë pak kohësh kemi mbaruar me rrugën kryesore e cila fillon nga fshati Orman, sikurse të gjitha rrugicat në kuadër të fshatit, ndërsa kanë mbetur edhe 2, kështu që besoj se do të vjen në rend edhe kjo, sapo t'i zgjidhim pengesat pronësore. Ndërkohë, me projektin në shkollën e Volkovës, parashihet ndërtimi një objekti të ri shkollor me sipërfaqe prej 541 metra shkatror, përkatësisht 612 metra katror së bashku me pjesën e bodrumit. Vlera e projektit është 21.882.194 denar me TVSH-n e përfshirë. Investitor është komuna Gjorgje Petrovit me mbështetje financiare përmes programit për shfrytëzimin e mjeteve për dotacione kapitale për njësitë e veçqeverisë lokale për projektet infrastrukturore në fushën e arsimit dhe shkencës për vitin 2025. Afati për realizimin e projektit është 12 muaj. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka folur për trystinë e madhe që po ushtrohet nga Beogradi mbi serbët e Kosovës, duke theksuar se kjo situatë është alarmuese dhe dëshmuar përmes skenave, ankesave të vetë qytetarëve. Kurti tha se Serbia po ushtron presion që serbët e Kosovës të mbështesin listën serbe dhe asnjë subjekt tjetër politik, duke përdorur forma të ndryshme ndikimi dhe shantazhi. Masa që po i ndërmerr Serbia, duke i përcjellë dhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokund ka garuar, me të vërtetë janë alarmuese, ka thënë ai. Sipas Kurtit, ky fenomen ka marrë për masa të mëdha dhe të thella në vitet e fundit dhe se presioni nga Beogradi nuk ka qenë më i madh se tani gjatë mandatit të tij si kryeministër.
këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe, shkëputje të mjeteve të ndryshme financiare, ose të çfarë do mbështetje që ata kanë marrë nga Serbia, ndonjëherë me kushtëzimin që të rreshtohen, thosë bëhet fjalë për ushtri në kohë të lufte në radhët e listës serbe. Vladimir Putin dhe Xi Jinping zhvilluan bisedime në Pekin, pas të cilave Rusia dhe Kina nënshkruan 20 marrëveshje për ekonomi, energji, transport dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Dy liderët miratuan një deklaratë të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të partneritetit dhe fillimin e marrëdhënieve mes Rusisë dhe Kinës, si dhe një deklaratë tjetër të përbashkët mbi formimin e një bote shumë polare dhe një lloji të ri marrëdhëniesh ndërkombëtare. Presidenti kinez Xi Jinping në një konferencë të përbashkët me homologun e tij rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se lidhjet mes Rusisë dhe Kinës janë në përputhje me kërkesat e kohës. Ndërsa Putin tha se Moska dhe Pekini kanë ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të tregtisë dypalshe, të mbrojtur nga presioni i jashtëm dhe paqëndrueshmëria në tregjet globale. Ai shpjegoi se zhvillimi i tregtisë në rubla dhe yuan ndihmon në mbrojtjen e bashkëpunimit ekonomik nga ndikimi i jashtëm dhe siguron qëndrueshmërinë në marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve. Mëtej, presidenti rus e përshkroi partneritetin rus-Kin si një faktor stabilizues në çështjet ndërkombëtare. Udhëtimi i Putinit vjen vetëm 4 ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump u largua nga Pekini pas samitit të tij me Xi. Garda revolucionare e Iranit ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara me zgjerim të konfliktit përtej lindjes së mesme, nëse ndaj Iranit ndërmerren sërish sulme ushtarake. Forca elitare ushtarake iraniane u shpreh se po i përgjigjet kërcënimeve të asaj që e cilëson si armiku amerikano-sionist, pas paralajmërimeve nga presidenti amerikan Donald Trump dhe J.D. Vance për mundësinë rifillimit të sulmeve në mungesë të një marrëveshje paqe me Teheranin. Ne ende nuk e kemi vendosur të gjitha kapacitetet e revolucionit islamik kundër tyre, thuhet në deklaratë. Mëtej, Garda revolucionare paralajmëron se në rast të një agresioni të përsëritur, lufta e premtuar rajonale këtë herë do të shtrihet përtej rajonit dhe se do të ketë goditje shkatërruese në vende të papritura. 87 aktivistë në bordin e flotiljes global Sumud, të cilët po mbahen të burgosur nga Izraeli, kanë filluar një grevurie për të protestuar ndaj paraburgimit të tyre dhe për të treguar solidaritet me të burgosurit palestinez që mbahen në burgjet izraelite. Në protest ndaj rrëmbimit të tyre të paligjshëm dhe në solidaritet me mbi 9500 pengjet palestineze që mbahen në burgjet izraelite, të paktën 87 pjesëmarrës në flotilje janë zotuar të hyjnë në grevurie derisa të lirohen, thuhet në postim. Flotilja bëri thirrje për lirimin e të gjitha të ndaluarve të mbajtur nga autoritetet izraelite dhe u bëri thirrje qeverive të dënojnë aktin e piraterisë. Flotilja bëri thirrje gjithashtu për heqjen e bllokadës në rripin e Gazës dhe për lirimin e të gjithë të rrëmbyer nga flotilja, si dhe të gjithë të burgosurve palestinez. Flotilja globale Sumud tha të martën se të 50 anijet në konvojin e saj të ndihmave ishin sekuestruar nga Izraeli. Së bashku ata transportonin 428 persona nga 44 vende. Ministria e Jashtme izraelite tha në një postim në X se të gjithë aktivistët janë transferuar në anije izraelite dhe janë në rrugën e tyre për në Izrael, ku do të jenë në gjendje të takohen me përfaqësuesit e tyre konsullor. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbëjtje.